Përshëndetje nga redaksia e News 24 në Durrës. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg deri në përfundim të hetimeve nxënësin e vitit të parë, Edrin Varaku, për akuzën vrasjen e rrethana cilësuese dhe armbajtje pa leje, si dhe mësuesin Thoma Llazari për mos kallëzim krimi. Ndjeki materialin e përgatitur. Vetëm 15 vjeç sot atij është dashur të përballet me tokat e zeza për një krim të kryer nga vetë ai, ku plumbat I morën jetën shokut të tij 17 vjeçare Adriatik Tota. Një ngjarje e rëndë që vijon të trondisë opinionin, por dhe vetë të miturin Edrin Varaku, I cili sot qëndron në seancën gjyqësore ku I komunikohet dhe masa arrest me burg. Edrin Varaku, Prokurori e çështjes Enkelejda Xhengu ka lexuar akuzën duke sjellë edhe një herë në vëmendje ngjarjen e asaj dite. Pasi ka mbaruar mësimi, Adriatiku shoqëruan nga shokët e tij në oficinë e vogël dhe po shikonte një motor I cili ndodhi në krahun e djathtë të dyjes për në oficinë. Gjatë asaj kohe Edrini ka shkuar dhe ka veshur përpara një shokut të klasës I cili mungon ditën e ngjarjes dhe më pas ka marrë një armë, të cilën kishte fshehur më parë në dollapin e vetë të punës në oficinë. Prokuroria ka bërë të ditur se automatiku me të cilin është kryer vrasja ishte fshehur në dollapin e veglave të punës në oficinën ku kryej praktika. 15 vjeçari ka marrë armën dhe është kthyer brenda në klasë dhe ka qelluar një herë Totën. Tota, pas plumbit të parë që e gërvishti në krah, ka mbetur I habitur duke ngritur duart lart. Sipas prokurores, Varaku e ka qelluar sërish 17 vjeçarin dhe plumbi kësaj here ka kapur në kokë. Ka qelluar përsëri dhe I duhet shkaktuar vdekjen e një hershme si rezultati I goditjes në kokë në plumb. Në këtë moment Edrini ka ngelur luftuar në vëmendje nga ngjarja shkatërore. Ka mundur të shikojë drejt I po shkonte mësuesi Thoma Llazari dhe në atë moment e ka hedhur armën. Pas kësaj vetë autori 15 vjeçari Edrin Varaku ka mbetur I hutuar për disa çaste, pasi e ka parë viktimën të shtrirë në tokë. Më pas ai ka hedhur armën dhe është larguar nga vend ngjarja. E pranishme në sallën e gjyqit psikologja e marrë nga gjykata dhe e cila ka asistuar gjatë dëshmisë së të miturit, ka treguar se autori është I penduar dhe sipas saj, 2 fëmijët vinë nga kultura të ndryshme. Ajo ka vënë theksin se duhet një trajtim psikologjik për të miturin. Seanca u zhvillua në masa të rrepta sigurie nga ana e policisë, pavarësisht se në sallë nuk erdhën pjesëtarë të Adriatik Totës, nxënësit të vitit të dytë, që mbeti I vrarë në oficinë në orën e praktikës 2 ditë më parë, ngjarje kjo e cila shokoi të gjithë opinionin publik. Ky është edhe materiali përgatitur nga studio e Durrësit, bashkërisht jemi në lidhje të tjera.